Federata Shqiptare e Futbollit ka arritur marrëveshjen e re për të drejtat e emërtimit të stadiumit kombëtar në Tiranë. Për 5 vitet e ardhshme, stadiumi do të vijojë që të mbajë emrin Air Albania Stadium në kuadër të një partneriteti të ri me kompaninë ajrore kombëtare. Marrëveshja u firmoi sot në shtëpinë e futbollit nga presidenti i FSHF-s Armand Duka dhe administratori i kompanisë Air Albania Sinan Isik. Për presidentin Duka, kjo marrëveshje e re dëshmon vazhdimsinë e bashkëpunimit të ngushtë mes qendrës sportive Kuqezi dhe Air Albania, një markë kombëtare me të cilën ndajmë të njëjtin vizion për promovimin e vlerave shqiptare. Jemi sot këtu për të riteksuar një bashkëpunim që i ka dhënë vlerë jo vetëm sportit, por edhe një modeli të ri për mënyrën se si futbolli shqiptar ndërvepron me botën e biznesit. Emri Air Albania Stadium nuk është vetëm një emër komercial i vendosur mbi një impiant sportiv. Ai është dëshmi e një filozofie moderne ku sporti, ekonomia dhe identiteti kombëtar ecin krah për krah. Ky stadium ishte i pari në Shqipëri dhe ndër të parë në rajon që u pagëzuan me një emër tregtar. Ishte një vendim novator, një hap i guximshëm që tregoi se edhe në Shqipëri ka hapësirë për modele të qëndrueshme marketingu sportiv. Sot me rinovimin e kësaj marrëveshjeje për 5 vitet e ardhshme, po tregojmë se ky treg jo vetëm që ekziston, por po zhvillohet. Air Albania ka qenë dhe vijon të jetë një partner strategjik, një kompani që e ka kuptuar rëndësinë të qenit pjesë e emocioneve të përbashkëta, pjesë e imazhit ndërkombëtar të vendit tonë, pjesë e përfaqësimit të flamurit kuqezi brenda dhe jashtë fushës. Në emër të FSHF-s, dua ta falenderoj zotin Sinan Isik dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij për këtë marrëveshje të re, për këtë akt besimi, për këtë angazhim afatgjat, u shpreh presidenti i FSHF-s. Për administratorin e Air Albania Sinan Isik, ruajtja e këtij partneriteti garanton stabilitet dhe prestigj për impiantin më të rëndësishëm sportiv në Shqipëri, që mirëpret ndeshjet e kombëtares, finalet e kompeticioneve kombëtare dhe sfida ndërkombëtare. Një moment i veçantë për ne si kompani, por edhe si qytetar, që ndjejmë përgjegjësinë dhe krenarinë për të mbështetur futbollin shqiptar dhe vlerat që ai përfaqëson përmes kësaj marrëveshjeje me Qendrën Kombëtare Kuqezi dhe Federatën Shqiptare të Futbollit. Air Albania konfirmon përkushtimin e saj për të qenë më shumë se një kompani transporti ajror, për të qenë një partner aktiv në jetën shoqërore, kulturore dhe sportive të vendit. Vendimi për të vijuar mbështetje ndaj futbollit shqiptar dhe për ta lidhur sërish emrin e kompanisë son me stadiumin më të rëndësishëm të vendit, është një tregues i qartë i besimit që kemi në të ardhmen e sportit shqiptar dhe në zhvillimin e shoqërisë son. Air Albania po ecën me hapa të sigurt drejt zgjerimit, duke arritur flotën, destinacionet dhe cilësinë e shërbimit. Dhe me këtë bashkëpunim ne tregojmë se themeli ynë është i qëndrueshëm dhe synimi ynë është zhvillimi afatgjat, tha Sinan Isik.